Po mirë, ju në përputhje tani jeni si një konkurrent I vetëm. Pra pak ashtu një skem që ka ndodhur me formatin e Big Brotherit që futen dy show që janë bashkë. Bajmë siç u fut Efi me Mikelën. Bravo. Ose Dagzi me Piemin. Po tani për shembull, juve nëse keni qef një vajzë dhe keni të dy qef. Po për shembull Aleksandrën ti ke bërë një takim, ti s'ke po nëse mund të jetë kushdo. Kushdo fitonte, domethënë si të zhvilloj takimi, si të bëhej. Ne kishim në fillim fare që zgjidhjen e ka goca. Po. Ne nuk mund. Kjo ndodh gjithmonë, ëh? Ore, unë këtë e di, po supozojmë që gjatë kohës ju krijuat ndjenjë për një gocë në përputhjen, të dy. Kush do lëroj krahun ose kush do fitonte, domethënë si do e zgjidhni, si do e ndani tokën në këtë lloj situate. Prapë, por nuk është se unë nuk mendoj fare vetë ne dy të zihemi për atë gocën që jo Elius dil nga unë dua që ti dolesh fare nga programi, unë jam aty, dua unë atë çaj e ti kështu. Nuk mendoj fare të zihemi për atë gocën, se në fund fare pa ajo goca zgjodhi mua para Eliusit, unë nuk do mërzitesh kur. Edhe Abi nuk do të bëj. Edhe mund të mërzitet se mund të ketë edhe ky ndjenja. Por ai moralisht duhet ta uli veten. Kaç mbaroi radha ime, nuk mund të them gjë. Kjo goca zgjodhi Abin, unë s'kam çfarë të them. Është mbaroi turnim. Nuk është se ka kështu. Këto kuptimin e kemi, nuk ka fare. Jo, nëse këtë gjë ti më ta thuash atë në teori tani për momentin që nuk ka ndodhur kjo situata, po mos supozojmë që e do. Domethënë thjesht lironi krahun me pak fjalë, nuk ka luftë, nuk ka shë. Edhe gjëra të këtij tipi. Edhe në real life kjo litarisht edhe në real life. Mund të ndodhi kjo gjëja, mund të ndodhi.